Një investim i ri i kompanisë Gjavo Automotive në zonën e lirë industriale dhe teknologjike në Tetov, i cili pritet të hapë rreth 500 vende të reja pune, u prezantua sot nga kryeministri Hristijan Mickoski dhe ministri i ekonomisë dhe punës Besar Durmishi. Sipas tyre, investimi me vlerë prej 20 milion eurosh është një tjetër dëshmi e atraktivitetit të Maqedonisë si destinacion për investitorët e huaj dhe besimi që ata kanë në ekonominë e vendit. Eksporti vjetor i planifikuar i kompanisë pritet të arrijë në 45 milion euro. Станува збор за brownfield инвестиция со површина од 8.000 kvadratni metri. Bëhet fjalë për një investim brownfield i cili do të nisë me marrjen me qiratë një objekti ekzistues prej 8.000 metra shkatror, ndërsa kapacitetet do të zgjerohen deri në 21.000 metra katror deri në vitin 2028. Deri në vitin 2030, kompania planifikon të investojë rreth 21 milion euro. E gjithë prodhimi i kablove të kontrollit nga Turqia dhe Slovakia do të realizohet në Tetov, çka është një konfirmim i besimit të investitorit në ekonominë maqedonase, fuqinë punëtore dhe klimën e biznesit. Ministri i Ekonomisë dhe Punës Besar Durmishi deklaroi se ky investim konfirmon se Maqedonia po bëhet gjithnjë e më tërheqëse për kompanitë që sjellin teknologji moderne, kapacitete të reja prodhuese dhe vende cilësore pune. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për rajonin e Pollogut, por edhe për të gjithë vendin, sepse ka të bëjë me mundësitë e reja të punësimit, zhvillimin profesional dhe transferimin të njohurive të reja teknologjike në një nga sektorët më dinamik në industrinë e botës, atë të industrisë së automobilave. Si Ministria e Ekonomisë dhe Punës, prioriteti ynë është që të sigurojmë kushte për rritje të qëndrueshme ekonomike, duke mbështetur investime që krijojnë vlerë të shtuar, gjenerojnë eksport dhe krijojnë vende pune të paguara mirë. Korporata multinacionale Gjavo Automotive operon në industrinë e pajisjeve automobilistike duke projektuar dhe prodhuar produkte të sigurisë dhe mekanizma të ndryshëm dhe kablo operativ për shumë nga prodhuesit kryesor të automjeteve në botë.